finalist dhe ti këtë në fakt e ke parashikuar prej disa javësh më parë, e ftuar në Wake Up. Po, madje më shumë se sa kaq, qysh në kohën kur po mundova që ta bindja Laertin që të fillonte një udhë të re në jetën e tij. Edhe po mendoj që në fakt çdo fabulë ka një moral dhe nëse duam të dim fabulën, duhet të mbajmë mend moralin. Dhe meqense Laerti u shpall finalisti i dytë, morali në gjithë të show është finalja. Por për hir të showt, mendoj që çdo ditë më shumë jam duke menduar në fakt që deri apo vesh lëkurën e ujkut dhe anasjelltas. Çfarë do të thotë kjo që mos ta hapim tani krahun dhe fam të hyjnë në mendime të thella, duke ditur se si vend ne po komercializohemi çdo ditë. Duam apo nuk duam. Masa e përkthen shown sipas xhonglerit të radhës. Dhe kjo nuk ndodh në këtë fabul, që Laerti dje vërtetoi që e meriton të ishte finalisti i dytë. Nuk ka rëndësi finalisti i parë apo i dytë, rëndësishme që ti je finalist. Që është finalist, po. Sepse mendoj që në këtë fabul duhet të ndodhi diçka. Dhe kjo gjë që ndodhi, që e bëri edhe këtë djalin finalist, ishte morali që ai përcolli, duam apo nuk duam ne. Elisa, dhe mesazhi që brenda morali ka. E shikon edhe si fitues Laertin, përveç se e dëshiron patjetër se është miku yt, po ai shikon edhe si fitues, po ta shikoje pak ftohtë si lojtar. E kuptova pyetjen të ndarë. Po nuk mund të flas përpara kohë apo të hipotetizoj gjithë të ndjenjën që kam për ta dashur si fitues. Mendoj që ai e meriton të jetë një fitues për shkak të durimit që ka pasur në gjithë këtë ditë, për shkak të mënyrës se si ka shprehur gjithçka në formën e tij. Nuk kemi para si lojtar tjetër aty brenda. Elnisa, ke folur midis e Zopit dhe La Fontenit. Jam pjesë klasikëve. Jemi sot fone. Po që gjithsesi jam për Laertin, edhe dia që ky djalë do ta shfaqte më të mirën e tij, e kupton? E ka shfaqur sipas teje? Domethënë, për mendimin tim po me shumë dinjitet. Në momente të caktuara. Me shumë dinjitet. Si ishe marrëdhëniet e tij brenda shtëpisë me njerëz të tjerë aty? Por më pëlqeu shumë dje ky ballafaqimi dy anësh midis tij dhe Xhestit, të them të drejtën. Megjithëse situata ishte pak kaotike jashtë me përkthime të çuditshme ka shifes. Që mos i rikthehemi se i bie që ti Unita tani ta vazhdosh edhe 2 orë tjera emisione. Edhe aty duhet të isha edhe unë fakt. Jo, jam unë sot. Ata djem kanë pëlqyer vërtet shumë të dy.